Ju përshëndes, mirë se keni ardhur, jemi në këtë transmetim të drejt për drejt të programit Studio Live për ndalur së bashku në të gjitha zhvillimet kryesore në vend, duke referuar ngjarjeve më të rëndësishme të diskutimit, çka mund të kemi edhe analizën e diskutimin e tyre në studio, por do ta nisim programin me një ngjarje tepër të rëndë të ndodhur me ditën sot, me bëhet fjalë për një aksident tragjik i cili ka ndodhur në aksin rrugor Durrës-Tiranë, bëhet fjalë për një autobus të linjës Berat-Tiranë, i cili me sa duket shoferi ka humbur kontrollin dhe ka dalë jashtë autostradës pra këtij aksi rrugor, duke sjellë kështu edhe vdekjen e një personi dhe plagosjen e 12 të tjerëve. Janë pamje të drejtë për drejtë ato që na vinë në këtë çast nga terreni, duke treguar një herë gjithçka ka mbetur nga ky aksident tragjik i ditës së sotme, ku patyshim janë gati 12 të plagosur të trauma, ndërsa 7 prej tyre vijojnë të jenë në një monitorim intensiv të mjekëve në gjendje të rëndë, ndërsa fatkeqësisht një prej tyre ka humbur jetën, sikur se theksova në fillim të këtij prezantimi, çka lidhet edhe me shoferin e autobusit. Këto janë pamje të drejtë edhe një herë që tregojnë vendngjarjen ku është zhvilluar e gjitha skena gjatë pasdites së sotme e trishtë e këtij aksidenti, i cili për pasojë ka lënë disa persona të plagosur dhe jemi këtu për të marrë më tepër detaje në lidhje me situatën aktuale dhe të plagosurve që gjenden tek trauma. Kam në një komunikim të drejtë për drejt kolegen Keti Banushi, i cili ne përshëndes. Keti, përshëndet, jemi së bashku, si paraqitet gjendja e plagosurve? Përshëndetje Ermal, në fakt vetëm pak çaste më vonë do të kemi edhe një komunikim nga shefi urgjencës i spitalit të traumës në lidhje me gjendjen, por ajo që kemi mësuar është fakti që 6 nga të plagosurit ndodhen në gjendje të rëndë, 6 prej tyre janë në sallat e operimit, ndërsa një fëmijë është i intubuar. Bëhet fjalë për fëmijën i cili në fakt fillimisht u raportua sikur ka ndrruar jetë, por ka qenë ndihma që është dhënë në një spital privat dhe më pas është sjellë te trauma, e cila e kanë rikthyer në jetë, por ndodhet i intubuar në spitalin e traumës. Gjithsesi gjendja paraqitet shumë e rëndë, në ambientet e spitalit të traumës kemi familjar, vetëm pak çaste më parë ishte edhe një situatë e dhimbshme pasi ishin familjarët e shoferit i cili ka ndrruar jetë, të cilët sapo e morën e mësuan lajmin. Ai ishte vetëm 36 vjeç dhe nga të dhënat e para dyshohet që shkak është bërë ataku kardiak. Pra ka qenë një atak kardiak i cili mund të ketë sjell këtë pasojë dhe ka humbur, që mund të ketë shkaktuar dhe humbjen e kontrollit nga drejtuesi i mjetit. Gjithsesi janë ende, siç e theksova, janë në kujdesin e mjekëve, 5 prej të plagosurve kanë plagë më të lehta, çka do të thotë që nuk janë në rrezik për jetën, ndërkohë që 6 të tjerë së bashku me fëmijën, i cili në fakt është rikthyer në jetë, siç e thash, në sajt të ndihmës që është dhënë nga një spital privat afër vendit të ngjarjes, tashmë ndodhet i intubuar. Pra mbetet për të parë se si do të jetë ecuria e këtyre e shëndetit të personave të cilët janë të plagosur dhe ndodhen në gjendje të rëndë. Rëndësishme është që për momentin janë në monitorim të mjekëve, Keti, nuk po të marrë më tepër kohë, se ndoshta shoh edhe nëpërmjet pamjeve që mund të ketë një deklaratë nga spitali, po? Po. Më jepni vetëm një pak kohë sa të afrohen për të marrë edhe më shumë deklaratën zyrtare nga spitali i traumës, pra nga bërqesi i spitalit të traumës. Patjetër, të falenderoj për momentin, për gjithë informacionet që ndave me shikuesit tanë së bashku.